adhurues të basketbollit, kthehemi me pamje përsëri, po i shohim këto janë çastet më interesante të pjesës së parë. Sigal Prishtina 42, Vllazimi 34 është kjo ndeshje e ditës së parë të xhiros së parafundit vjeshtore. Në fakt, kjo është xhiro e fundit e cila do të luhet në vitin 2025, pasi që e thash edhe më herët, nga e hëna të gjitha palestrat do të jenë të zëna për shkak të zgjedhjeve parlamentare që do të zhvillohen me 28 dhjetor. Sigal Prishtina ka hyrë në këtë duel pas disfatës katastrofale nga Peja në Karagaj të mërkurën me rezultat 98-67. Në anën tjetër, pra Vllazimi ka shënuar fitore në ndeshjen e fundit ndaj Rahovecit në Shani Nushi 77 me 71. Po i shohim edhe statistikat, pra nga 10 tentime Vllazimi asnjë treshje të realizuar në pjesën e parë dhe kjo është edhe arsyeja e këtij avantazhi, sepse nga ana tjetër Vllazimi ishte dukshëm kërkues me shënime në brendi të trapezit 12 piksha 9 të Prishtinës, po ashtu në gjuajtje të lira ishte më efikas se sa Sigal Prishtina nga 12 tentime 10 gjuajtje të lira të realizuara. Në anën tjetër 13-9 është Sigal Prishtina. Në kërcime një dominim i lehtë i Prishtinasve, por asistimet mbetën pra arma e fortë Sigal Prishtinës. Mirë po, në çerekun e dytë ishin fantastik në topa të vjedhur, në çerekun e parë ishin 4-1 në favor të Sigal Prishtinës, por në të dytin 4 topa të vjedhur të Vllazimit, asnjë i Sigal Prishtinës, dhe tani 5-4 në topa të vjedhur. Natyrisht pas asaj e përsie më të lartë për 16 pikëve, kur kishin mbetur edhe 8 minuta e 12 sekonda në çerekun e dytë lojë. Dhe Sigal Prishtina pas treshës Visariut, Ilemahos Visariut arriti rezultatin për 30-14 në vazhdim, pra duke i falenderuar në radhë të parë Tarin Todit, lojtarit me numër 6, të cilin po e shihni, i cili ka 14 kërcime, unis në serin e suksesshme i ndihmuar edhe me Leonardo Collimerion e angazhuar dhe Andrew Gordonin. Inkuadrimi i tandemit Collimerio dhe Gordon bëri dallim dhe 17 pikë e pas kam përmirësu 7 kërcime në fund të pjesës së parë. Adrio Belli ishte 17-8 duhet të jetë, po 7 megjithatë 17-8. Shpresojmë që grafikat të përmirësohen. Don Poloshka përsëri starton. Burns. Kramer del atje për pick and roll, mirë, po Burns vazhdon me lojën e tij individuale. E huqaj, por s'ka problem kur e ki gigantin Kramer në vend. E realizon dhe e përsin dy shifrore e rikthen Krameri për 44-34. Tenton ta pengon atje Zigiridin, por pa sukses i fuqishëm është Zigirit, pavarësisht që i ka 15 cm më pak se Krameri. Nuk e bën 5 pare hesap atje. Adrio Belli tenton lart me kërcimin e tij Rondasyla. Todd i kthehet topi pas mirë, po nga prapa ja vjedh topin Arjan Azemi. Ik në kundërsun shpejt, situat 4-3, Don Poloshka për Burnsin, shpejt e kthen topin, Todd, dhe kthehet në mbrojtje komplet peshja e Vllazimit, do të organizon sulmin, mbrojtje zonale e Vllazimit. Burns përsëri me sulm individual, kësaj radhe realizon për 46-36, vazhdimisht tani 10 pike përsi. Po e mbane përsin dy shifrore Sigal Prishtina, Jericho Helms mbyllët atje dhe e vjedh këtë top Adrio Bellit.
Poloshka ndalet në mënyrë të palejuar nga Ziggy Reed. Adrio Belli dhe Poloshka për Azemin, tandemi Poloshka-Azemi. Ndeshja e dytë e tyre kundër ish skuadrës Vllazimit, me cilin fituan trofeun e parë pas gati 3 dekadave. Poloshka tenton me pasim atje, gabon. Kundër sulmi Jericho Hellemsit për Reedin. Personale e Arjan Azemi, tregon referia Margjekovici, ka lëvizur Arjan Azemi. Në vinë e gjuajtjeve të lira Reedi, herën e parë është i pasakt, është hera parë që është në vinë e gjuajtjeve të lira Ziggy Reed, vetëm 2 pikë të tij. Periutarëve më të mirë të Vllazimit me mesatare prej 18 pikëve, 5 kërcimeve. Pas Markiz Borikut, i cili u largua, depërton derën në fund, por nuk realizon atje. Arjan Azemi tenton mja vjedh topin Hellemsit, i cili shkon nga koshi në kosh, por në fund blokohet atje nga Krameri, kërkon faul. DeAndre Burns. Loja s'pak e organizuar mirë, lirish mund të themi, nga asnjëra prej këtyre skuadrave në fillim të çerekut të tretë. Topi humbur nga DeAndre Burns. Më shumë po i përngjan lojës së basketit të rrugës. Kjo lojë të cilën po e luajnë këto dy skuadra në fillim të çerekut të tretë, se sa lojës mirë të organizuar. Zekici tani më në fund vjen me një aksion të mirë, një blok dhe tërhiqet atje për të tentuar për 3 pikë, nuk pajtohet me vendimin Tarin Todd, kërkon nga trajneri Kreu Kapit që të rishikoj situatën. Mirë, po Kreu Kapic ja bën me dije që Ez vazhdo s'ka lidhje për këtë top. Do të kemi topa më të rëndësishëm më vonë. 46 me 37, edhe pse çdo top në këtë duel është i rëndësishëm, patëm një përsi maksimale për 16 pikë, u afruan në 4 parës. Tentim tani Adrio Belli, vazhdon bombardimet e tij. Dhe kjo është pika e 23-ja e tretë e Adrio Bellit për 49 me 37. Zekici dhe Krameri luan me shpinë atje Samiri. Hellems nuk ka sulm mirë të organizuar dhe në 100-ën e fundit të sekondës atje Jericho Hellems përgjigjet në 3 me 3 dhe i thot diçka atje edhe trajnerit Kakiusis. Patëm trash talk atje në mes të tij dhe Kakiusisit. Arjan Azemi tenton të përgjigjet, nuk është i sakt. Hellems për Reedin. Run and gun loj tani. Sigar Prishtina po luan me ritmin e Vllazimit. Në ritëm të shpejt atje Don Poloshka, anash tenton e huq atje. DeAndre Burns ja çon poshtë këtë pasim Don Poloshkës, i cili deri tash ka 6 pikë të realizuara. Ato 2 treshet e një pasnjëshme në fillim të duelit. Andrew Gordon dhe Ati Koshi do të inkuadron në lojë, largohet Samir Zekici. Dhe Tarin Todd ullet për të pushuar Burns. Dalet në mënyrë të palejuar nga Andrew Gordon. Ka një efikasitet të lartë nga vija gjuajtjeve të lira DeAndre Burns, 84%.
Në parë është I pasakt. Kjo është gjuajtja e lirë numër 51 e DeAndre Burnsit për Prishtinën. 42 herë ka shënu, 81 gjuajtje të lira ka ekzekutu Adrio Bailey. Para kësaj ndeshje, edhe 5 në këtë 86 me 57 të realizuara nga Adrio Bailey, gabon atje. Apo jo, dhe është fauli Don Poloshkës. Befasot atje doni me këtë faul, me gjithatë vazhdon. Kapiteni I Sigal Prishtinës, Don Poloshka, në mungesë të Daniele Këndrejajt, I cili do të mungoj së paku edhe 2 muaj. Andrew Gordon lufton atje, e shtyen, është korpulent Andrew Gordon. Thash Danieli, luftëtari Shkodran, I cili u lëndua në ndeshjen e Shqipërisë kundër Slovakisë, përsëri gjuri dhe përsëri ishte Slovakia. Ndeshja në cilën u lëndua në gjuhë. Reed kërkon atje hapësin Jericho Helms. Edhe një herë kërcim në sulmi Andrew Gordonit. Jericho Helms për Gordonin dhe 3 sekonda për Gordonin. Çfarë mbrojtje agresive, mbrojtje e mirë e Sigal Prishtinës. Pa mundësuan vllazimin që të vinë në pozitë për të gjuajtur. 50-40, më pak se 5 minuta lojë në çerekun e tretë. 10 pike përsi për Sigal Prishtinën. Arjan Azemi po ngatrohet atje duke udhëhequr dhe 100% efikas është Don Poloshka sonte. 53-40, 9 pikë të tij të gjitha për treshe. 3 tentime, të 3 të vendi. Da Syla. Poloshka me mbrojtje të mirë nuk I lejon hapësin për depërtu. Reed dhe Burns, Reed për mrekulli depërton atje, por nuk ka pozita të lehta. Nuk ka pozita të lira për gjuajtur, mbetet me top në dorë Ronda Syla. Mbrojtje e mirë, tani e kanë shtrënguar mbrojtjen Bardhe Kaltrit. Në këtë mbrojtje nuk po kanë përgjigje Kuqezint. 53-40 plus 13, 2 treshe të një pas njëshme të Sigal Prishtinës. Arjan Azemi edhe një herë, kësa radhe nuk realizon Don Poloshka, huqja e ti e par. Ati Koshi për mrekulli, mbi Kramerin dhe Bejlin për 53-42. Bejli hapët atje. Shon topi për Donin e pret Kramerin. Edhe njëherë në thellësi, por sonte nuk po ju dën me ato parabola dhe ngulitjet e Kramerit në thellësi. E kanë lexuar lojën e tandemit Poloshka-Kramer kundërshtarët. Helms depërton deri në fund, faul. Shpëton kamera. Shpëton edhe Helms. Depërton atje, e pat. Bukur e pa korridorin e lirë. Më ngadalshëm natyrisht është giganti 213 cm Kelby Kramer. Huq tentimin e ti të parë Helmsi, nuk është karakteristike Jerry që të huq gjuajtje të lira. Realizon për 53-43, zbut në 10 pik. Largohet Poloshka në loj. Artin Morina. 20 pik të Adrio Bellit, I cili ka dhe 8 kërcime. Burns 10 dhe 2 katërshe.
4 asistime, 4 kërcime. Dalet në mënyrë të paliuar nga Ati Koshi. Kemi edhe një faul deri në bonus, si tha trajneri Krio Kapic. Atiku tha mos e lejo që të hymë dhe të depërton dhe shkaktoj faul. Depërton atje. Arjan Azemi, të shofim i fundit ka luajtur me top. Ronda Syla e pranon atje, thot unë kam luajtur i fundit. Edhe 8 sekonda për këte sulm. Altin Morina i vetmuar tenton dhe realizon treshën. 56 me 43 e rikthen e përsim prej 13 pikëve. Pas Adrio Bejlit, i cili me treshën e ti ngriti e përsi në 12 pikë. Pas edhe Doni me 3 pikshin e ti ngriti në 13, si kurse edhe të arë së fundi Altin Morina, i cili e zëvendësoj pëkërisht Donin. Don Poloshkën dhe detyroj trajnerin Krio Kapic të kërkon time-out. Të skuadra e Vllazimit kemi tashmë 2 lojtar me nga 14 pikë përveç Tarin Todit, i cili në këtë qere kishte i heshtur Jericho Helms. I ka po ashtu 14. Todi ka dhe 6 kërcime, dërsa Helms ka shtuar përveç 14 pikëve, 3 kërcime, 2 asistime dhe i ka vjedhur 2 topa. Të shofim edhe statistikat e përgjithshme. Tani më në kërcime janë të niveluara të dyja skuadrat, vazhdon dominimi Sigal Prishtinës në asistime. Bindshëm, ndërsa një avantazh i lehtë në topa të vjedhur është tek skuadra mysafire e Vllazimit. Po, Sigal Prishtina po dominon në pikë të realizuara nga kundër sulmet, 10-6, dhe rastet e dyta 11-4, natyrisht edhe sa i përket tresheve, 8 treshe të Prishtinasve, vetëm një e Vllazimit nga 14 tentime, ky është i 15, pra nga 15 tentime, vetëm një 3 pikësh i realizuar i Vllazimit. Kjo është edhe arsyeja. Këti avantazhi prej 13 pikëve Altin Morina me tentim për 3 pikë Jericho Helms, megjithatë i posa inkuadruari në lojë Dion Haxhosaj. Shumë lojtari dobishëm, i vetmohueshëm me këto kërcimet e tij. E humba atje topin Burns për mrekulli, në vend i vëmendshëm ishte Ziggy Reed. Paul Masun nga Andrew Gordon. Edhe një herë të shofim. E pat të situat, vendosje menqër e Dion Haxhosajt. Natyrisht dhem që besë Andrew Gordon është shumë masiv, i fuqishëm në duelet e ti, po i shihni edhe 2 lojtarët më efikas të dyja skuadrave, Bailey dhe Todd, 20 dhe 14 pikë respektivisht Todd. Burns e kërkon topin atje Haxhosaj. Burns, ja teran atje për mrekulli Reed, kundër sulmi shpejt, Ati Koshi për Reedin në brendi. Reed gabon, ankot atje Haxhosaj se ka prekur topin. Andrew Gordon dalet pas ti kërcimi në sulm me faul nga Adrio Bailey. Andrew Gordon në pjesën e parë realizoi të 2 gjuajtjet e lira, deri tash ka 6 pike në kërcime. Një top të vjedhur e një blokad ish qendra e Trepçës. Uqa e ti e parë. Pam atje për një qëst gigantin Drende Dushaj, 218 cm, por shumë pak angazhohet nga trenerët e skuadrave ku shkon.
Dhe kjo është mëkat që nuk shfrytëzohet shtatlartësia e tij pavarësisht. Mendoj se ajo gjatësi do duhej të shfrytëzohej nga të gjithë trajnerët. Nga 2 minuta lojë në secilin çerek. Ufa. A ka kontakt atje apo jo? Jo, heshtin referët dhe personale e Altin Morinase, po atë atje Jor Anej duke gestikuluar. Është i lënduar Anej. Ngadhim Shabani i jep vrejtjen e parë DeAndre Burnsit, i cili edhe më tutje vazhdon të polemizoj me referët. E për këtë mund të ndërshkohet edhe me teknike. Ishte duke diskutuar atje me referin Haxhi Ajdini. Edhe herë në dytë është i pasakt Andrew Gordon. Betet me 8 pikë e 10 kërcime. Samir Zekici i kërkon falje atje Adrio Bellit. 27 presje 9 sekonda deri në fund të çerekut të tretë. Në vijën e gjuajtjeve të lira, lojtari më efikas në parket me 20 pikë të realizuara deri tash. Është huqja e tij e parë nga vija gjuajtjeve të lira. Ishte perfekt deri pak parës 5-5 nga penalet. Kësaj radhe realizon 21 pikë të Adrio Bellit, ullet për të pushuar pak Burns. Todd. Aty Azemi dhe Morina me njëherë pranë Toddit, Jerry Helms. Kërkon topin Ronda Sylla, atje tenton për 3 pikë, nuk realizon, ka dhe 3 sekonda, gabon Samir Zekici në qintën e fundit. Shënon për 57 me 47. Ky topi humur e Nevrikos atje pak Kakiusisin në qintat e fundit sekondës. Çereku të tretë, Samiri lanson topin të cilin e vodhi edhe konkretizoi rastin duke e dërguar te vendi. Dhe janë këto pikët e para të Samirit sonte. Pati 3 tentime për 3 pikë, nuk realizoi asnjëherë dhe në tentimin e tij të parë për dyshe e dërgoi te vendi. 2 pikë, 2 kërcime dhe një asistim e një top i vjedhur nga Samiri deri tash. Te vllazëmi me nga 14 pikë secili, Darren Todd dhe Jerry Cole Helms. Më të mirët, Todd i ka dhe 6 kërcime, në anën tjetër 21 pikë e 8 kërcime. Adrio Belli duan edhe 2 kërcime për double-double, definitivisht më i mirë në parket dhe më i merituari që Sigar Prishtina ka e përsim prej 10 pikëve, natyrisht për krahu, po e ka edhe DeAndre Burnsin, i cili përveç 10 pikëve ka shtuar edhe 4 kërcime dhe 4 asistime me 9 pikë. Pra kapiteni Dom Poloshka 3 treshe nga 4 tentime. Qëndron për krahu, pra në çdo çerek kur po starton e përsia
po shtohet, po rritet. Këte e bëri edhe me atë treshën për 53-40, po e shihnim pra tani një dominim i buti vllazimit trotheni me 30 sa i përket kërcimeve. Por thash mbetet dominimi i realizimit të pikëve të Prishtinës nga kundër sulmet, nga rastet e dyta, pas kërcimeve në sulm dhe pikët e realizuar nga gabimet e vllazimit. Për treshës po folim, ose me të vërtet 8 treshe të Sigal Prishtinës, vetëm një 3 pikësh i realizuar i vllazimit nga 15 tentime, vetëm një treshe të cilën e realizoi Jericho Helms. Një efikasitet katastrofal për 3 pikë, i cili edhe është arsyeja se Sigal Prishtina ka e përsim 2 shifrore. Azemi kërkon hapsin atje për të gjuajtur një mismatch. E mbyllën atje, e ngushtojnë mbrojtjen dhe vjedh këtë top Jericho Helms, shkon Tarin Todd. Ankohet atje Tarin Todd se ishte i shtyr, prandaj edhe gaboi në hapa. Azemi me Todin, lojë 1-1. Visariu, edhe një top i humbur. 3 topa të humbur, faul është ky Arjan Azemit ndaj Jericho Helmsit. Vitin e kaluar bashkëlojtar nga njohin mirë njëri tjetrin. Njëri tjetrin si marrin frym. Sepse ishin tandem i cili së bashku me Don Poloshkën dhe Jason Gjitobon, natyrisht edhe Trey Andersonin mos ta harrojmë, i sollën në vllazimit trofeun e parë pas gati 3 dekadave. Samiri atje për Gordonin, i cili e huq dhe mbetet me ato 8 pikë e 10 kërcime, i duhen edhe 2 pikë për double Gordonit. Në anën tjetër 2 kërcime i duhen këtij djaloshit i cili e ka topin Adrio Bellit. Morina, pick and roll me Hajosajn. Adrio Belli tenton për 3 pikë, s'ka shënim. Dominon në kërcim atje Gordon, kundërsun mirë shpejt Helms për kapitenin Ati Koshin, i cili 2 fishohet nga Hajosaj dhe Visariu. Helms depërton deri në fund dhe nuk realizon, dalet me faul nga Dion Hajosaj. Do të jenë 2 gjuajtje të lira. Ka 13 pikë të Jericho Helmsit, i cili huq gjuajtjen e tij të dytë sonte. 7-5 është nga via gjuajtjeve të lira. Të dytën e realizon 22-15 në gjuajtje të lira. 7 gjuajtje të lira të huqura, mirë, po pa dyshim pike dobët e vllazimit sonte janë treshët. Adrio Belli, sa bukur atje. Tentoj ta shërben Dion Hajosajn, por pa sukses. Në anën tjetër në kundërsulm një asistim 8 i mençur i Todit, e pa Samirin në thellësi, në brendi, derisa gjithë mendonin se do të organizon sulmin, ka dale. Ai me një pasim super inteligent e shkurtoi muhabetin, as nuk u lodh, as nuk e komplikoi. Opa. Ufa. Në kokë kërkon atje teknike Ati Koshi. E shpëton këtë top Adrio Belli duke goditur në kokë Atikun. Timeout ka kërkuar trajneri Mihailis Kakiusis.
ndeshja e parë e ditës, ndeshja e cila dhe hapi xhiron e 13 të parafundit të vjeshtës, të fundit për vitin 2025, mes të Trepçës dhe Rahovecit, ka përfunduar me fitore shumë të thellë të Trepçës, 53 pikë dallim, 110 me 57. Dhe kjo është fitoria më e thellë si vjet adhurues të basketbollit në këtë edicion, i cili gabim në hapa shkakton Andrew Gordon. Fitoria e 10 e skuadrës Mitrovicas, e cila tani është e vetmuar në krye të tabelës. Azemi, pick and roll për Haxhosajn, vendos Azemi që të gjuan vetë kundër sulmi shpejt. Jerry Cole Helms shkon deri në fund dhe nuk ka fat që të realizon Jerry Helms. Pasmajt pikë të Helmsit, 75% efikas nga vija gjuajtjeve të lira sonte, nga 9 tentime. Ka realizuar 7 gjuajtje të lira, pika e tij e 16 afron rezultatin në 59 me 51. Edhe një herë, në pjesën e parë ishte 100% efikas, mirë, por në pjesën e dytë nga 5 tentime, vetëm 2, ka hunqur 3 gjuajtje të lira, mbetet +8 për Sigal Prishtinën, kërkon atje pressing, sa bukur atje për mrekulli, e pason dhe i shmangët atje presionit. Dion Haxhosaj, lëvizje bukur mashtruese Arjanit, i cili realizon për 3 pikë dhe 62 me 51. Time out ka kërkuar Krio Kapiçi. I shmangët atje pressingut Arjan Azemi fillimisht, pas kërcimit në sulm e shpëton edhe njerë. Ky shënimi i Samir Zekishit në qintat e fundit të çerekut të tretë. 4 pikët e Samirit, i cili ka dhe 4 kërcime. Në anën tjetër, pra të themi se Jerry Cole Helms me 16 pikë, 4 kërcime, 2 asistime, 2 topat vjedhur, është lojtari më efikas, edhe pse më i dobishmi është qendra Andrew Gordon, u ngrit nga banka rezervë për të realizuar 8 pikë, 11 kërcime, edhe 3 topat vjedhur, një blokad. Është lojtari më i dobishëm i vllazënimit, edhe pse luajti vetëm 18 minuta, i duhet pak kohë për të adaptuar në vllazënim. Andrew Gordonit, ish qendrës së Trepçës, lojtari i cili nga Trepça shkojnë në Spartak të Plevenit në Bullgari, vitin e kaluar në Britani, fakt këtë edicion në Vjesht luajti për Caledonia Gladiators, skuadër të cilën e njohim nga përballjet me Trepçën edicion e kaluar në FIBA Europe Cup. Por se të angazhohej tek vllazënimi, i mungojnë edhe 2 pikë për double-double. Todd, blok i mirë atje i Samirit, i cili krijon hapësinë. Adrio Bailey me edhe një kërcim të tij, edhe ky është kërcimi i tij i 11. Double-double për Adrio Bailey, 21-11. Timeout. Fauli Samir Zekishit, mu duk që kërkoj timeout atje Kakiusis, edhe 6 minuta 6 sekonda deri në fund. Telashe me rivënjën e topit, me këmbë atje ka goditur Bailey e ankohën atje, por po thonë që ishte padashje, sidoqoftë Visario e realizon treshën e tij të dytë për të ngritur avantazhin në 14. E përsia më lart e Prishtinës, ju kujtoj, ishte +16 pikërisht pas treshës
Visariut në minutin e 12 të takimit. 30-14 ishte rezultati aso kohë. Bukur e she edhe njëherë Don Poloshka Visariun, kësaj radhe ai huq kundër sulmi shpejti Jerry Koll-Helemsit dhe faul i thot atje trajnerit Kakiusi se ka shkaktuar faul, po, e pranon dhe qetson trajnerin Kakiusis, kapiteni Prishtinës Don Poloshka. Todd, bloki Zekicit i cili hapet për të pranu topin për Treshe. Mbrojtje fuqishme, Bailey atje lufton me Reedin, lufton edhe Visariu, Reed i vetmuar Jerry Koll-Hellas në qintat e fundit, Gjuan nuk realizon, Poloshka kundër sulmi shpejt, për mrekulli asiston dhe Visariu realizon për 67 me 51 falni. Dhe kjo është përsëri ajo e përsia më e lartë maksimale prej plus 16 Jerry Koll-Hellas. Shënimi duhet të pranohet, po. Ishte në aksion. Është aksion i vazhdueshëm. Do të jetë një gjuajtje e lirë për Jerry Hellamsin. Me 5 pikë të një pasjeshme të rezervistit Tilemahos Visariu. Sigur Prishtina arriti përsëri avantazhin maksimal prej plus 16, 12 pikë të Visariut, loja më e mirë e tij prej se ka këtu në Prishtinë. Jerry me këtë 2+1 afron rezultatin në 67 me 54. Strambjet Helms 19 pikë të tij. Kramer me Don Poloshkën. Atje nuk arrin sonte që të bashkëpunojnë si duhet. Azemi edhe njëherë tenton dhe edhe njëherë nevrikoset atje. Ronda Syla me këte 3 pikë të Arjan Azemit, i cili e rikthen plus 16-shin. E përsin maksimale dhe 4 minuta deri në fund të ndeshjes. Helms për koshin, mbrojtje zonale tani e Kakiusisit, Gordon me Kramerin, Da Syla lëvizje mashtruese, nuk ka pozita të lira. Da Syla lufton, vazhdon, e huq dhe tani situatën e qetson playmakeri Prishtinas Don Poloshka. Visariu vjen në blok. Fall në sulm nga Kelby Kramer. Arjan Azemi, Gjuan e dërgon topin të vendi. Mirë po, më herët kishte qenë personale. Fall në sulmi Kelby Kramer i gigantit Prishtinas. Largohet për t'i lënë vend përsëri Dion Haxhosajt. 22 minuta loj nga Kramer sonte. 4 pike, 7 kërcime. Ja, po shini atje Don Poloshka dhe pse është mismatch e shtyen e din atje lojën e Jerry Koll-Hellamsit shumë mirë një. Në anën tjetër Reed realizon dueli lojtare me numër 1 Arjan Azemi përsëri e kontrollon mirë lojën dhe tani do të kërkon atje pick and roll. Poloshka gabon, e humb këtë top, Jerry Koll-Hellas.
Save, man, save. Try, go. Challenge. Big time. Trap. See what you can. Push it. Nothing. Okay, good foul. Man, switch off. Let's go! This fight! Zaya perdu totalement. Alberto, não uma falta. Play fast down.
Shoot, shoot.